Ujori. Kënaqësia më e madhe në jetë është të bëjmë atë që të tjerët na thonë që nuk jemi në gjendje kur ta bëjmë, ka thënë gazetari anglez Walter Bagehot i shenjës ujorit. Unë personalisht nuk mendoj se kjo është kënaqësia më e madhe për njeriu, por pa diskutim ka kënaqësinë e vet. Do të thonë për një gjë që s'ke për ta bërë dot kur dhe të arrish ta bësh, ka dhe kjo kënaqësinë e vet. Nuk është më e madhe në botë. Ujor, bura gra qofshi, a mund t'ju këshilloj që në javët në vazhdim të eksploroni pak mundësitë tuaja? Shenjat që japin yjet, mesazhi i ardhur nga yjet pra, lët kuptor se jeni në momentin ideal për të përfunduar një projekt, një ide, një lidhje të cilën ka kohë që e keni nisur me shumë dëshirë, me shumë dashuri, por që të tjerët ju kanë thënë se nuk do t'ja dilni dot. Ujor, bura, gra qofshi, do t'ja dilni. Nuk e them unë, e thonë yjet.